sot si në dijeni në zbatim të vendimit të Ministrit të Punës, zotit Andin Hoti, dhe mandatit ligjor të Inspektoratit Qendror të Punës. Sot fillon një aksion 15 ditor në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Ky aksion përveç tjera është edhe në kuadër të mandatit tonë ligjor, siç e dini ju. Dhe një aksion i tillë, domethënë me shtrirje të tillë territoriale në gjithë shtetin, dhe me 90% të angazhimit të kapaciteteve tona, burimeve njerëzore dhe logjistike, sipas gjitha xhasa bëhet ndoshta për herë të parë në kuadër të këtij institucioni. Qëllimi ynë është që të ushtrojmë autoritet kuadër të mandatit ligjor për punën tonë që e kemi të përcaktuar në përfshirjen e detyrave. Duhet kuptuar që bizneset, subjektet afariste për ne janë partner, por partneriteti ka detyrime dhe obligime, por ka dhe respekt të parimeve dhe normave ligjore që duhet t'i bëjmë anasjelltas. Në kuadër të kësaj ne po përpiqemi që të ndryshojmë disa praktika në mënyrë që të dihet rregulli i qartë në respektimin e kushteve të sigurisë së punës për gjithë qytetarët tonë. Në përgjithësi sot fillon aksioni në 3 rajone së pjesë të Republikës së Kosovës, ku mandataja sigurisht edhe kolegu Ahmed Deloli, i cili është i autorizuar nga ana ime në mbikëqyrjen e këtij aksioni bashkë me neve, kuptohet, për implementimin e plot të standardeve tona ligjore për çdo biznes dhe për boll kujt do të qoftë ai. Me xhasë do të fillohet në Prishtinë, në Ferizaj dhe në Fushë Kosovë, por kjo do të jetë domethënë në varësi të planit operativ që na e kemi organizuar si institucion dhe si koleg, me koordinimin e të gjitha aktorëve të tjerë dhe të ministrisë. Faleminderit shumë. Atëherë, siç e ciku drejtori, plani operativ do të zhvillohet në 7 regionet të Republikës Kosovës, në 15 ekipe inspektuese, në gjithsej inspektorë të angazhuar terren 30, i cili do të zgjatet në 14 ditë vijuse të aksionit. Kryesisht inspektimi në çfarë zona do të bëhet? Do të jetë kryesisht objekte të ndërtimtarisë apo cilat do të jenë vendet të cilat do të inspektohen nga sot? Plani operativ ynë ka gjitha detajet e mundshme dhe do të bëhet kryesisht në profilin me rrezikshmëri të lartë, cilat do të qofshin ato, cili do profil. Po kjo është pjesë e planit operativ të inspektorëve që implementojnë në terren. Sot kur po e filloni këtë inspektim, në cilat vende do të inspektoni fillimisht? Pra, qysh prej këtij momenti, cilat objekte do të inspektoni, cili do të jetë i pari që do të inspektohet nga ju? Kjo është pjesë e planit operativ. Thash mandataj do ta sqaroj edhe zoti Deloli, po në përgjithësi domethënë të gjithë fillojnë në kuadër të planit të tyre operativ, ato që kanë rrezikshmëri të lartë. Se ki diçka më. Atëherë, së përshërim në përgjigje pyetjes juaj, aktiviteti fillestar do zhvillohet në 3 qytete, në qytetin e Prishtinës, Ferizaj dhe Fushë Kosovës. Për më tepër zonat dhe subjektet të cilat do të inspektohen, do të jenë ndara ndërmjet koordinatorëve të regionit përkatëse. Juve si media, ftoni ta përcjellni aksionin në vazhdimsi nëse keni interes nga ana për juve.